Të dashur shikues, të vazhdojmë tutje me emisioni fundjavë, tani është koha për debatin social, ku si çdo herë diskutojmë tema nga më të ndryshmet, edhe sot do të flasim për një temë mjaft interesante, do të flasim për komunikimin, sa ka ndryshuar ndër vite komunikimi, vizitat tek shoqëria, familjarët në shtëpitë e tyre dhe shumë çka tjetër, bashkë me 6 panelistët që i kemi sot të ftuar bashkë me mua sot, Dorian Krasniqi në cilësinë e psikologut. Mirë se erdhe Dorian. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Ilire Zajmi, gazetare, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Genc Zërza, sociolog, mirë se erdhët. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Dhe në anën tjetër, zonja Minire Musliu Berisha, drejtoresh shkolle, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Ana Maria Ciara Nigja, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si dhe zonja Zoja Lohaj Konjuca, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve, Dorian, punët? Mirë, faleminderit. Çdo gjë është duke shku mirë. Uroj që edhe për bashkëbiseduesit është të zënë rregull. Mirë, faleminderit. Zonja Ilire, po fillojmë kështu me komunikimin në përgjithësi. Si ka ndryshuar sipas juve gjatë këtyre dekadave, komunikimi mes njëri tjetrit, si ka qenë më herët, si është sot? Kjo është një temë shumë e gjerë. Duhet flasim ndoshta me orë, nëse duham të bëjmë dallimet si ka funksionuar komunikimi përpara, sidomos në epokën e mediave tradicionale, dhe çfarë ndryshimi rrëndësor është bërë pas zbulimit të internetit dhe sidomos të rrjeteve sociale. Dallimi është i jashtëzakonshëm për shumë arsye. Në radhë parë, mendoj që ka ndikuar jo vetëm në kualitetin e jetës tonë, secilit, ka ndikuar në sjelljen tonë, ka ndikuar në mendsinë tonë, po natyrisht që ka ndikuar edhe në mënyrën se si ne thjesht jetojmë. Prandaj, ndoshta nëse dikur ka qenë shumë e vështirë të merret vesh çka ka ndodhur, kemi pritur që gjithë ditën lajmet e jipet në televizion, në lajmet e fundit, sot me një shpejtësi rrofeje e marrim lajmin përmes rrjeteve sociale. Dhe të gjithë e marrin vesh çka po ndodh. Sa e ka të anën e mirë, do të thoja e ka dhe të anën e keqe, dhe pasojat besoj që kolegët këtu mund të ashtjellojnë tutje këtë temë, pasojat janë shumë të rënda, po i shohim çdo ditë. Fatkeqësisht ka pasur më shumë respekt të etikës dhe të standardeve editoriale dikur, gjë që sot ndodh shumë pak, po natyrisht kjo dallon edhe nga mediat, për shembull transmetuesi publik ka rregulla tjera, mediat komerciale kanë rregulla tjera, megjithatë etika duhet të respektohet nga të gjithë. Rregulla domethënë vlejnë për të gjithë. Genc tregoi edhe zonja Ilire që ka ndryshuar komunikimi shumë ndër vite, sot edhe marrja e informacionit në përgjithësi është shumë më e shpejtë, po nëse ndalemi tek ky komunikimi shoqëror, të themi, sa kemi qenë ndoshta më të afërt me njëri tjetrin, sa kemi pas kohë më shumë për njëri tjetrin. Po është e vërtet, kemi një lloj formësimit komunikimit social. Derisa si sot kjo është komunikimi tradicional, ne sot që po e bëjmë, po shihemi sy në sy. Tash me anën e aspektit teknologjik edhe mjeteve të saj, tash më shumë po vjen shpërfaqe komunikimi virtual. Tani u bë e mundshme që të komunikohet në secilin cep të botës, përpos komunikimit që e bëjnë njerëz mes vetë, gërshëton bartë informacione, në anën tjetër krijon edhe modele dhe novitete të reja kulturore, por krijon edhe zakone, norma të reja që shumë shoqëri përdorin nga ky vërshimi global. Pastaj kjo ka ndiku, ka formësu jo vetëm komunikimin njerëzor, pastaj edhe në aspektin profesional. Në aspektin profesional, tash njerëz nuk ka nevojë me kriju debate apo mu pa sy në sy, këto i bëjnë nëpërmes platformave të ndryshme teknologjike. Po një farë forme, kjo e ka degraduat, me thonat, komunikimin human njerëzor, ku gjatë komunikimit përpos zërit bartën edhe emocionet, edhe krijon ajo lidhja, ajo sinergjia mes njerëzve. E aspekti virtual këto nuk e ka. E krijon një farë ftohtësie, e ka një farë barriere, një farë murin mes njerëzve. Edhe kjo dita ditës po na shpërfaqet. Kjo ka formësu edhe traditat apo zakonet tona, qofshin gazmende të ndryshme, qofshin komunikime si që kemi ne gjatë një procesi funeral apo në gazmende. Tash shumica e gjërave apo festave
hynë në një platformë dhe komunikojnë pa qenë prezent njëri me aty. Pra, ka formësu, ka ndryshu mënyrën e komunikimit dhe interakcione lidhet mes njerëzve, një farë forme për bëm një, mos them, ma shumë teknologjike dehumanizuese në krahasim me njerin. Dorian, nëse ndalemi tek aspekti psikologjik dhe ndërlidhje me Kryqa, u falën deri tash, sa ka ndikuar ndoshta që t'jemi më të ftohtë, të themi, me njëri tjetrin në komunikim, edhe komunikimi virtual sot. Atëherë, natyra njerëzore ka shumë anë ndoshta që nuk përkojnë ndonjëherë me njëra tjetrën, thuajse nuk jemi duke folur për të njëjtën qenie. Dhe për të njëjtit njerëz, natyrisht individualiteti këtu ka shumë rëndësi. Mirë po, mendoj që qenia njerëzore tani komunikimi nuk e ka si që ka pasur dikur, komunikimi tani është më i shkurtër dhe më i ftohtë. Natyrisht ne i përmendëm teknologjinë, sot ne kur takohemi me miq, me shok, nuk e pyesim se si është babajët që ka pasur një infarkt para 4 muajve, a është më miraj, po e marrim telefonin edhe e shohim telefonin, shprehim mos interes ndaj ose mos kujdes ndaj personit për cilin ne jemi takuar, dhe në këtë rast ka një mungesë të shkëmbimit të emocioneve mes neve, të domethënë lidhjes sociale emocionale. Ka një tentim për individualitet, fatkeqësisht bëhet edhe një lloj e glorifikimit të individualitetit, duke thënë që ne nuk jemi përgjegjës për veprimet tona, nuk më intereson çka thot rrethi, gjitha këto kanë një interes dhe kanë një rëndësi. Rrethi shoqëror është shumë i rëndësishëm, familja është shumë e rëndësishme, ndërsa nëse ndalemi te ideja që komunikimit tek familja, normalisht edhe unë nuk jam shumë, në fakt nuk jam pro komunikimit tradicional të familjes, si strukturë tradicionale më pëlqen, si komunikim tradicional në familje nuk më pëlqen, mendoj që ka pasur mungesë të komunikimit ose mungesë të shprehjes së emocioneve brenda familjeve, që në këtë pikë nuk pajtoj dhe nuk bëj thirrje. Mirë po, në përgjithësi mendoj që komunikimi, siç e thanë edhe parafalësit, ka degraduar në pjesën duke humbur emocionet. Natyrisht shëgjenë që debatet tani kanë kaluar në platforma virtuale, mirë po mesazha që sidomos në 70 vitet e fundit ne edhe protestojmë në rrjetet sociale, mirë po nuk bëjmë asnjë zgjidhje. Kështu që mendoj që ka degraduar, në përgjithësi ka degraduar se lidhje emocionale, shpirtërore, njerëzore. Ne shohim edhe ndrimi i gjeneratave, gjithmonë kujdesi është më i vogël ndaj rrethit, ndaj shoqërisë, ndaj individëve, kujdesi, ndoshta telefonat, smartfonat, telefonat e mençur, pajisje tjera teknologjike kanë bërë që edhe personat ta ndalin pak më shumë ose të kenë pak më shumë kohë për të lexuar. Tani tek leximi nuk do ndalem se sa ka benefite, mirë po kjo pastaj ndikon në komunikim sepse kemi fjalor të varfër. Ne marrim video 2 sekondëshe, 3 sekondëshe, 20 sekondëshe, cilat mundohemi nga ato të marrim komplet informacionin, sepse themi që ndoshta është më shpejt, tani gjithçka është në shpejtësi. Mirë po mendoj që këto gjërat në shpejtësi pastaj na kanë kushtuar në jetën tonë emocionale, në komunikim dhe në gjithçka tjetër që neve na veçan si qenie njerëzore. E përmendi Dorianin komunikimin tradicional. Sa mendoni që ka ndryshuar kjo pjesë? Nëse sot të kujtoni ndoshta komunikimin tuaj me familjen në kohën kur keni qenë fëmijë, edhe sot ndoshta si drejtore shkolle, po besoj që ndoshta fëmijët janë më të lirë për të shprehur, i tregojnë ato brengat e tyre më lehtë, nuk ngurojnë ndoshta edhe shumë të flasin. Po, tash nëse bëjmë dallimin tradicionales mes bashkëorës, për shembull, kjo shpesh na bën të reflektojmë, qoftë si nën, qoftë si mike, qoftë si kolege në debatet shumëta të ndryshme, po dhe si pjesë e kësaj shoqërie, është ajo kur përpara mysafirët kanë ardhur pa paralajmërim, edhe bisedat kanë qenë spontane, të lirshme, kanë zgjatë me orë të tona, kurse sot ne edhe nëse dëshirojmë të komunikojmë përmes telefonit me dikë, ne paraprakisht të pyesim a je i lirë që të komunikojmë dhe të debatojmë. Neve si institucione edukative arsimore, si menaxhera, një farë forme është edhe paksa shqetësuese se po e shef që virtualiteti po e humb ato përmes ndjeshmërisë, përballjes të fëmijëve, debateve të ndryshme. Për atë arsye edhe organizojmë aktivitete të ndryshme, për shembull klube debateve, gara të ndryshme që fëmijët të mos shtjerët ajo ndjesia
e komunikimit verbal dhe të shndrohet gjithsej. Teknologjia a them që është e mirë se ardhur. Teknologjia nuk është mirë dhe nuk duhet me zëvendësu atë tradicionalen, për shembull që me humb ajo ndjesia shpirtërore edhe ballafaqimi i komunikimit verbal mes bashkëmoshtatarëve, po dhe ne triturve, sepse përveç fëmijëve, edhe ne triturit na ka kalu në shprehi të përdorimit të rrjeteve sociale të komunikimit, e thanë edhe parafolësit shumë mirë, e tha dhe sociologu që tash nëse edhe për ceremonitë të ndryshme dhe për raste të ndryshme, ato janë shëndru në virtualitet. Kjo nuk do të thotë që nuk është mirë edhe që është prani tash përdorimi i teknologjisë, por duhet që ma shumë t'japim rëndësi që mos na zbetë dhe mos na zhduket edhe ajo ndjesia e komunikimit verbal, sidomos tek fëmijët tonë. Se fëmijët tonë janë të lidhur me ekranin. Fëmijët tonë i shef ma tepër, për shembull, që janë tjedhe dikun kur shkon, fëmijët jo sikur përpara ne që jemi inkuadru në biseda të ndryshme spontane që kanë rrjedh, tani ma fëmijët janë krejt me ekran në dorë, me telefona në dorë, por unë konsideroj që edhe familja lu një rol shumë të rëndësishëm tek disa gjana, sepse fëmija nëse e sheh prindin non-stop me telefon dorë, ai fëmija ka me qenë non-stop me telefon dorë. Sa i ka benefitet përdorimi i teknologjisë, e ka edhe vashmërini, ka edhe disa gjana tjera që konsideroj që edhe psikologu në vazhdim e sipër do t'i elaboroj. A ka ndryshime, apo mundohemi në këtë drejtim që të mos humbet kjo ndeshmëri, po vazhdimisht në për institucione, si që thash edhe ma herët, me aktivitetet ndryshme, garat ndryshme, debatet ndryshme mes bashkëmoshtatarëve edhe të rinjve tonë. Në mëreja ne ndërsa si gjenerata më të reja, po i dëgjojmë këto se si kanë qenë, ndërsa në të kaluarën, ato të ftuarit kanë ardhur, ndërsa pa paralajmërim. Po sot, si mendon që është më mirë këto që i dëgjumë dhe sa kemi dëgjumë ndërsa prej familjeve tona, apo komunikimi sot? Po ndalim t'i dëgjoj gjithë. Edhe po mendoj, okej, çka të mund tash? E mendoj që atash pjesën që unë e shoh teknologjinë pak më ndryshe se ju. E shoh teknologjinë si thik me dy teha. Në një anë e ka zvoglu botën, i ka shkatru barira geografike dhe mundesh me një klikim, me një swipe më shetit në gjithë botën. E ana tjetër na ka bu ma cekt. Do me thonë, evrej, ndërsa që mund t'jesh në gjendjen ma të keqe emocionale, ose ma keq t'jesh në përgjithësi edhe ta postosh një story shumë të mirë, ku e krijon një përshtypje komplet tjetër. E kjo ka qunë një krejt një farë përshtypje tjetër, edhe ndërsa një farë lloj ankthim vete, se pastaj ki edhe probleme dhe me komuniku, si duke ushtirë në rrjete sociale si dikush tjetër, në realitet tërësisht dikush tjetër. E që kjo është ndërsa pjesa thelbi i gjithës, po unë muj me folë ndërsa për pjesën e gazetarisë dhe që shka ndiku në profesionin tim, se e vrej shumë. E vrej shumë që edhe materialin na që e përgatisim si gazetar është komplet ndryshe tash prej që shka qenë në kohën e gjyshit tim, kura i ka bu gazetari. E vrej qëto që është shumë ma shpejt, është ndërsta nuk vlerësohet, ndërsta një material ma i gjatë, ma analizë ma të tokë, është sa ma shpejt, sa ma e thjesht edhe nuk e di. Kur i kom përpunu këtë temë dhe vetë, kom pas rastin, e kom pas që ka fjallë kyqe që janë integru në Oxford Dictionary. Do me thonë fjallë si riz, që nuk kanë ekzistu ma parë, po si rezultati rrjeteve sociale janë përdorë. Edhe tash janë pjesë e dictionaries, që është pak absurde, po krejt këto fjallë janë kriju që mi ik algoritmeve edhe me vazhdu mu plasu video edhe ma shumë. Do me thonë që kjo është që po e hupim krejtat, po bëhemi sekt, edhe po bëhemi shumë ma vesh me plasu. Qka do që tjetë vetëm po e qesim. Zoja, nëse ndalimi tek komunikimi apo marrëdhënia mes prindit edhe fëmijës, si ka qenë dikur dhe si është sot ky komunikim? Mendoj se ka ndryshu shumë. Na jemi gjenerata, për flasë për veti, që kemi ndëgju dhe prindrit, tash po i ndëgjojnë fëmijët, kështu që na ka shku gjithë jeta të ndëgju. Edhe ka ndryshu shumë, dhe me thonë tash fëmija po tuaj se është prioritet në shumicën e rasteve, ju në të gjitha kuptohet se pastaj është negative ajo, po me gjithate është shumë herë është edhe prioritet.
dhe me thonë planet e tina, jeta tina, qefët e tina, shoqëria tina, tash sot për me komuniku fëmija me një shok dë vetin, dush me ba një termin, me një nanë, jo me pas ko fëmijën e vetë, me pru të fëmija jëtë, ose une me pas ko me prit fëmijën e ti me artë e fëmija jam, kështu që na do të me ba një plan familjar për 2 fëmijë me u taku edhe me kalu një kohë së bashku, me u socializu bashkë, që dhe me thonë një komunikimi është tepër i vështirë. Pastaj kam edhe vajza dhe me thonë adoleshente, 18-18 nëse mund të quj, edhe i shos ato komunikojnë me shoqet e veta me mesazhe, për shembull flet gjithësore mesazhe. Unë i them pse nuk kap telefonin e me fol live ndryshesh, me janë dëgju zane, me janë dëgju një buzëqeshje, me janë dëgju një emocion, edhe përmes telefonit ndjet emocioni më shumë se një mesazh. Mirë po, kështu dhe me thonë është si trend, pastaj kur kom pyte edhe në për tjerë familjare dhe kështu, dhe tash mëse kanë veç fëmijët e mi, jo tash dhe me thonë është normë, shoqëria me zveti, me bisedu për mes mesazheve që për mua nuk ka kuptim për mua, mirë po kjo është. Tash të na jemi ku jemi, unë mendoj që duhet me bo diçka. Këtu ku jemi me mundu me bo diçka që ka muj me bo. Unë çdo herë e lidhim me edukimin, me arsimin, unë mendoj që ma shumë duhet me qenë përveç shkollës që është Prishtina ka kalu në orar gjatë, fatmirësisht, po edhe qytetet tjera duhet me kalu në orar gjatë që fëmija me pas një pasdite për të argëtu me zveti, për të socializu më shumë me zveti. Jo të jenë ato 40 minutat ku fëmija duhet vetëm të ndëgjaj dhe nuk ka raport shoqëror me shokët e vetë. Pastaj pas shkollës, ne në kohën tonë kemi dalë, kemi lujtë në lagje, dërsa sot fëmijët të tanë pas shkollës nuk kanë mundësi të dalin në lagje, ma e dim të gjithë kjo është që e kaluar tashmë, kështu që ajo komunikimi i lagjes du të jetë një rekreacion pas ditë në shkollë në mbikëqyrje të mësimdhënësve që në mënyrë që të sigurohet socializimi, pra të bëjmë diçka që në kushtet që i kemi, në momentet që jemi në globalizmin në të cilën jemi, të mundojmë të bëjmë diçka që shërben socializimit edhe anës emocionale dhe shpirtërore. Përndryshe kjo globalizimi mendoj që është shumë i mirë, edhe ne, për shembull, një fëmijë gjerman ose kinez ose amerikan e kemi konsideru si ndoshta si alien në kohën tonë, ndërsa sot janë shumë normal ata për fëmijët e tonë që është një gjë shumë e mirë. Gent, nëse ndalemi tek aspekti social, sa ndjemi ndoshta të përmbushur, apo ndjemi më të përmbushur apo më të vetmuar sot, sa i përket komunikimit. I përmendëm edhe ato vizitat e papritura me familjarët, ndoshta bisedat e gjata, vetëm telefonike, në atë kohë dhe atë ndoshta shumë rrallë, po sot është krejt ndryshe, po apo ndjemi më të vetmuar apo më të përmbushur me kushtet që i kemi sot? Kjo kohë e modernitetit dhe noviteteve të reja që po na vërshojnë, sigurisht norma të reja, tash duke ditur që kemi platformat të ndryshme në përjetët sociale, ne marim informacione, shëvim se si që përra një Gjermani, to një Amerikan, edhe shumicët e disa modele mënojnë ti inkorporojmë apo ti përshtatëm brenda kontekstit tonë kulturor. Tash sa to adaptohen, sa i privojmë, e kre këto shkon baza individuale. Tash, në këtë kohë, ne detyrimisht jemi duke u kthyer individualitetit tonë. I kemi përpara kanë qenë, komuniteti ka qenë, si me thonë, një shtytës, një ombrell e cila ka funksionu brenda shoqërisë edhe ka kriju normat dhe regullat përbashkëta. Tash secili i ka të dëshirat, synimet, qëllimet e vetja për t'i arrit, që mundet me dallu ndoshta edhe brenda shtëpisë me vllazërit apo motrat e veta. Ashtu që secili i ka të qëllimet, synimet e ti individuale e brenda kësaj sistemi, kësaj fluske të vetmuar, mungojnë ato tiparet të cilat i përmendëm të emocioneve, të humanitetit, sepse ndikimi, sidomos i masë, ta shpeshohem që ndikimi teknologjik është jashtë mase i pranishëm në jetën tona, po na bën që shumicën e sendeve, shumicën e këtyre noviteteve t'i formsojmë, t'i ndryshojmë
edhe t'i bëjmë në mënyrë virtuale. Ne përmendëm që shumica e festave, si të përmendëm vitin e ri, apo festave të ndryshme qofshin ato fetare, deri sa kemi pas interakcion dhe socializim, jemi mbledhur 2-3 familje, ndoshta. Tash, ndoshta edhe familja nukleare, apo familja e vetme nuk arrin të mbledhet se cili ka ato obligimet apo detyrimet e veta, edhe gjithë ai manifestim do të shkon nëpërmes një platforme, Viber, FaceTime, duke auruar njëri tjetrin, duke qelluar e kjo anë e mos komunikimit, e mos shoqërizimit të cilën e ka festat, e ka natyra atyre është që të lidhen njerëz, të shoqërohen, edhe të shkëmbejnë emocionet dhe ndjenjat mes vete, kjo mungon. Edhe krejt kjo e bën atë njeriu të jetë pak më individualist, pak të jetë mos themi një farë egoizmi social krahasim me ato të cilimi kemi pas në të kaluarën. Nuk themi se kaluara ka qenë mrekulli, po mendoj që duhet të gjejmë një farë mesi, që t'i kemi të pranishme të gjitha këto novitetet, po në anën tjetër, mos ta humbin atë anën humane, atë anën e emocionit, atë shpërfaqjes dhe komunikimit, interakcionit me njerëz tjetër. Mendoni Zalire që ka ndiku ta humbim këtë ngrohtësinë që e cek edhe Gençi? Absolutisht, po desha të ndërlidhem pikërisht me qasjen e sociologut këtu. Unë e shoh kështu. Jemi shumë të vetmuar, ose kërkojmë të mbysim vetmin përmes rrjeteve sociale. E para pse thash të vetmuar. Shumë njerëz si ne këtu jemi 6. Jemi bashkë fizikisht me një hapësirë, 7 në fakt. Mirë po, ndoshta jemi më të interesuar që të komunikojmë me atë botën virtuale, gjithë kohën e harxojmë telefon, komunikojmë kujdion me miq, me kolegë, me nxënës, me fëmijët tanë, edhe nuk na bën përshtypje as pak që jemi në mesin e njerëzve, domethënë jemi human. Kjo është e para. E dyta, ka shumë njerëz të cilët ndoshta jetojnë vetëm, edhe thjesht e shohin si një lloj shpëtimi apo ikje nga realiteti, platformat e ndryshme sociale ku komunikojnë me njerëz, është si një lloj iluzione, nëse Gençi pajtohet, do ta quaja, sepse kështu e krijon një lloj bote të vetëm dhe aty ndoshta edhe e gjen shpëtimin, nëse mund ta quajmë kështu. Fatkeqësisht kjo po ndodh edhe në familjet tona, sepse e shoh për shembull fëmijët shpeshherë se rrinë nëpër hapësirat dhomat e veta dhe shkruajnë a është buka gati ose çka po bani ju atje. Dhe këtu e shet që ne dhe jemi të njëjtën hapësinë fizikisht. Jemi, mirë po edhe nuk jemi. Dhe këtu është ai rreziku. Me një farë mënyrë kjo ka ndikuar që njerëzit të bëhen më të ftoftë, më pak emocional, dhe në anën tjetër të krijojnë identitete, sigurisht mund të shtjelloj pastaj psikologu më shumë. Unë e shoh që njerëzit krijojnë identitete të reja në platforma sociale. Nuk janë ata të cilët ne i njohim në jetën reale. Ato mangësitë të cilat i vuajnë jetën personale, qofshin sukseset apo dështimet, mundohen gjithë t'ja faturojnë thjesht asaj botës virtuale dhe aty ne shohim që dikush është shumë i suksesshëm, ka një jetë, ku e di unë, van një jetë prej milioneri apo jetë shumë të mirë, në anën tjetër ka një shpërputhje të madhe me realitetin. Dhe këto janë probleme vërtet që duhet të trajtohen, sepse janë probleme të mëdha sociokulturore. Dorian, nëse ndërditemi me krejt këto që u thënë sa mujtë me i përcjell, aspektin ndoshta më shumë psikologjik si ndikon edhe rrjetet sociale që përmendi dhe zonja Ilire, një identitet tjetër. Derisa të gjithë biseduan, u hapën shumë tigana në zjarë dhe njëri me shumë mundësi ka me mu djeg, po mundona se cilin nga pak. Derisa u diskutoj ke dhe u përmend shumë tema, në nënvedije me ndojsha që ka mu i me folë për këtë temë, po mandej po nina pak edhe i vogël me folë ka shumë për një temë që ka është madhe, se është temë shumë, ne nështë ta e menojnë si shablon, është një temë që po flitë në televizion, po kur e mendon është tepër e thellë. Fëmijët të tanë sot nuk shkojnë në shkolla bashkë me shokët, i dërgojnë me vetura, që humbasin shumë. Çka humbasin? Ata humbasin që nëse e shohin, hipotetikisht po them, një vetur duke ardhur shpejt me i tregu shokin ndala, që është vendimarrje. Humbasin idenë me ndihmu dikan, empatin, vendimarrjen, mënyrën se si ata e menaxhojnë një situatë. Dhe shumë pjesë tjera të komunikimit të emocioneve, tash kur ti ndihmon shokut tan për një rrezik, aty ka më forcu një shoqëri.
Çka bëjmë na, i dërgojmë fëmijën në shkollë. Pse? Se fëmija jam po lodhet mes 1 kilometër. Është bonami, domethënë 1 kilometër fëmija 10 vjet i ka, nuk e takon shokun e tij për gjatë rrugës, nuk komunikon fare me to. Kur futet në klasë nuk ka mundësi me komuniku me shokun se arsim pari i kërkon me mbajtje qetësi. Përmendi edhe para folçja që fëmijëve tonë ju mungon sot koha ku ata me qenë njerëz. Janë fëmijë në shtëpi, janë nxënës në shkollë, por nuk janë bashkëmoshatar asnjëherë. Shumë pak kohë kalojnë bashkëmoshatar. Edhe nëse kalojnë në rrjetet sociale. Tregoj nderuara profesoresha që menaxhimi i përshtypjes është në rrjetet sociale. Edhe Ana Maria Tiana tha që menaxhimi i përshtypjes, ne tentojmë të menaxhojmë përshtypjen e tjerëve në rrjetet sociale, që nuk është diçka e vërtetë. Ndoshta ne jemi duke kaluar në momentet më të këqija tjetër në rrjetet sociale, pasqyrojmë diçka komplet tjetër. Mirë po, mendoj që ka shumë problematika në këtë pjesë. Jemi duke u munduar të largohemi nga natyra jonë njerëzore, fatkeqësisht kjo sjell shumë dëme. Domethënë kur prindrit vinë tek unë, zakonisht shumë pak ka që janë domethënë autoritativ, zakonisht janë autoritarë ose janë prind lejues. E kanë marrë një artikull, e kanë lexuar diku që fëmijës nuk duhesh me çortu, fëmin duhesh me çortu kur ka gabim, duhesh me vendosur një rregull. Duhet me pas një komunikim. Nëse ti fëmijës tënd je prind lejues dhe ati i lejon gjithçka, nuk bën rregulla, hipotetikisht një fëmijë godet një fëmijë tjetër dhe ti shkon i thu mos e bëj më dhe kaq mbaron. Nuk e largon. Duhet me pas komunikim, duhet me asqaru fëmijës se kjo është gabim, që ka një pasojë kur ti e bën këto. I gjithë ky komunikim është i vlefshëm për mënyrën se si ai ka më rrit. Sepse kur ai fëmijë rritet, shoqëria kërkon rregulla, ai nuk është i gatshëm për rregulla. Sistemi i tij nervor nuk ka kriju skema kognitive nervore që janë të gatshme me pranu një rregull. Dhe ai do të ketë pasaj ankth kur i kërkohet një rregull, sepse nuk është i përgatitur neurologjikisht për to, jo vetëm psikologjikisht, jo vetëm në anën shpirtërore, por dhe neurologjia, mënyra se si u kanë formsuar lidhjet nervore, nuk është i gatshëm për me prit. Se po shkoj të diskutu, po m'dalin ma shumë tema në vete, cilat besoj që në fillim të diskutimit e tha profesoresha që është shumë temë, kërkan shumë orë për me u diskutu. Mirë po, unë bëj thirrje që fëmijët të lëmë të jenë fëmijë, mos të kërkojnë që ata të jenë të rritur në trup të një të vogli, ata janë të vegjël. Lejani të luajnë në barë, le të jenë zbathur, le takohen unë kam fëmijë që nuk i njohin kafshë, të vinë fëmija 7 vjet i ka, nuk din me dalu, domethënë delen prej një kafshë prej dhis, domethënë nuk din me dalu qengjin prej deles, nuk e din domethënë se se nga vjen qumshti i pës më thojnë mami ma jep, domethënë ideja që vetëm ja servon me gotë, nuk e kupton që kafshët prodhojnë qumshtin, ato janë pjesë e jona, duhet na me u kujdes për to që na me martë mira prej tyne. Gjitha këto janë duke u mungu fëmijëve tonë, dhe nëse në aspektin psikologjik ka shumë rëndësi, dikush mund të thonë po çka i intereson e fëmijës, intereson shumë se është mënyra se si ai po rritet, se si po formsohet si personalitet, si po formsohet si individ, si po formsohet si pjesë e rëndësishme e shoqërisë tonë, sepse ne e dimë që individ jemi, po ne gjithë jemi pjesë e shoqërisë dhe kemi një kontribut të rëndësishëm se cilën shoqëri. Për shkak që i përmende fëmijët, komunikimi me ta sot, sa janë ndoshta të hapur të flasin me ty tash në cilësinë e psikologut? Sa janë të hapur fëmijët tregojnë ndoshta për problemet e tyre, brengat e tyre sot? Është shumë e rëndësishme që fëmijëve, unë punoj vetëm me fëmijët, është shumë e rëndësishme që fëmijëve me kriju një lloj besimit, fillimisht sikur tek puna me të rriturit, me fillu me një lloj loje së bashku ku ne shkëmbejmë emocione, me pas një lloj qetësie, ai ku ai jetë një pjesë të qetë, një zonë të qetë të vetës dhe ti tregoj hallet dhe problematikat e tyre. Shumë shpesh prindrit qëllimisht kanë metodat e gabuara për me komuniku me fëmijët e tyre. Ose në raste të tjera ata komunikojnë çdo gjë, edhe komunikimi çdo gjëje nuk është i mirë. Prindi me fëmijën është mirë me komuniku në një mes vijave të trashat komunikimit dhe të hollave. Nuk është mirë që intimiteti edhe çdo gjë tjetër të diskutohet me fëmin. Figura prindit duhet të ruhet. Fëmia ka nevojë për shok, i ka shokët e tij, ka nevojë edhe për prind. Duhet ta ketë prindin, duhet ta ketë mbështetës, duhet ta ketë ndihmues, duhet ta ketë aty kur ky ka nevojë, mirë po nuk duhet të jetë vetëm shok, duhet ta ketë prind. Dhe ta di këtë, sepse figura prindit është shumë e rëndësishme në zhvillimin e fëmijëve. Kur ne komunikojmë me fëmijët, ata natyrisht në fillim kanë shumë diskutime edhe shumë paragjykime ndoshta për psikologun, mendojnë që prindi me qenë se i ka sjell ata tek unë
ata kanë bo një problem, ose prindi po dënë që përmes meje me ndikute aj, dhe unë i tregoj që këto na jemi botës bashku për me kriju një zgjidhje dhe një mënyrë më të lehtë diskutimit, në mënyrë që të kalojmë së bashku, dhe nuk jemi duke krijuar grupe, unë dhe prindi së bashku kundër teje, mirë po jemi duke u munduar në të mirën tënde. Kur kjo të kalohet, pastaj fëmijët e kanë më të lehtë natyrisht. Ata shprehin idetë e tyre, pakënaqësitë e tyre. Dhe vetëm po t'i dëgjonim këto pakënaqësi dhe këto ide, do të kuptonim që nuk është vetëm bot kuptimi jonë për fëmijët. Ata kanë bot kuptime të rëndësishme për botën. Çdo i rritur është një fëmijë i cili ka pas ëndra, dhe ka pas mënyra se si i kish zgjidhur problemet, ndoshta po t'i dëgjojnë fëmijët më shumë, besoj që kish më qenë më mirë çdo gjë në shoqërinë tonë, sepse ata nuk janë të kufizuar nga ndoshta paragjykimet, qëndrimet që të rriturit i kanë. Natyrisht nëse rritën në mënyrën siç duhet rritën. Është vështirë sot me i rritë fëmijët në mënyrën siç duhet, siç tha edhe Doriani, me kriju një komunikim të mirëfillt me ta, ndoshta të gjejmë një mes. Konsideroj që edhe është vështirë dhe së vështirë. Na po e ripërsërisim që sa herë që është një temë shumë e gjanë, për cilën secili debat, secili mendim po të shtyjnë me mendu diçka tjetër dhe mos zgjeru dikun tjetër. Po lidhe me psikologun, sepse përpara nuk kemi pas një psikolog në për institucionet. Unë tash vi nga një institucion një vendit rural, edhe të ne si popull, vendet rurale, edhe sa i përket intelektit, edhe sa i përket shumë gjanave tjera, apo vjen prej një vendi rural, nuk konsiderohet si mendësia që nga njëherë, disa vende rurale, sa i përket mendësisë e bashkëpunimeve gjanave tjera, janë ma nivelin e dur dhe qëndrojnë ma nivelin e dur, se sa nivelit komunës Prishtinës, për shembull. E rëndësishme edhe esenciale është që prindrit me vedisu fëmijët që ekziston një rregullore. Në më thonë me pas edhe rregullin në shtëpi. Fëmija kur rritet me rregull, ai fëmija edhe ka me respektu qatë rregull. Sepse qysh në familje e krijon shprehin e një rregullës, ai me qatë shprehi, do më thonë, shkan edhe në shkollë, që edhe shkolla ka rregulla dhe duhet mu respektu qëto rregulla. Sidomos kjo ndërhyrje e psikologëve në për institucione, ka pësu një ndryshim jashtëzakonisht madh për të mirën, sepse është ngrit vedia edhe prindërimit, roli i psikologut në për shkolla, se përpara, nëse ti ka udhëzu me shku te psikologu, është bullizu, se psikologun e ka përzi me neuropsikiatrin. Ai është i smut, ai po shkon te psikologu. Domethënë, këtu një farë forme është dashur me ngrit vedien fillimisht ndoshta tek prindërit, që dallon psikologu me neuropsikiatrin. Psikologu është për me na këshillu, edhe shumë mirë tha psikologu që debatet edhe mbajmë ligjërata, psikologë në shkollën tonë ma ligjërata prej matë ndryshmeve që thjesht fëmijët janë djallëzor, fëmijët janë ata që e thojnë realitetin, e thojnë vërtetën, veç a din qysh mi u qasë që me nxjerr çdo gjë prej fëmijët. Edhe nga njëherë besa dhe na befasojnë. Tash, bashkëpunimi i prindërve, që ati komuniteti ku unë menaxhoj qatë shkollë, është jashtëzakonisht i madh. Do të thonë, gjë që i falenderojmë, jashtëzakonisht i falenderoj personalisht, sepse bashkëpunojnë shumë. Nëse merret një mas, ata e kanë ngrit vedijen të fëmijët që ajo duhet mu respektu. Tash, kur shkojnë te psikologu, për shembull, edhe diskutojnë gjëra prej më të ndryshmeve te psikologu, është ai e vren tek fëmijët që e ka një farë shlirimi, se psikologun e ka shumë besueshëm, psikologu ka diskutuar me to, ai ka këshilluar me to, edhe vren ndryshimet mëdha tek fëmijët, tek nxënësit. Por këto duhet është temë, po them, s'po kam çare pa përsërit, është temë shumë e gjanë që mundemi me diskutu shumë gjana që unë e konsideroj që se po mundohem me i përmbledh, unë konsideroj që edhe televizionet duhet me pas një fokus ma herët e diskutum, edhe me profesoreshën, edhe ma në morejën e diskutum, që me pas edhe programe sa ma shumë edukative në për televizione. Se rrjetet sociale na po e cekim përmes rrjeteve sociale, po e shprehim një ngushëllim, po e shprehim një urem, fëmijët po janë teknologjia po
e tha dhe Zoja, efekti mësimit tërditor është pa që drejtoresha Jehona e ka bo një mrekullit jashtëzakonshme, sepse tash unë e bëj dallimin me shkollën te unë, edhe me kolegët e mia që janë mësimin tërditor. Fëmijët tjetërsohen, fëmijët lidhen ma shumë me njëri tjetrin, nuk kanë aktivitete që nuk mundën përmes rrjeteve sociale me kry, po dëshirojnë që me dërgu, me shku të shoqja, se nesër kemi me bo një aktivitet, kemi me zhvillu një garë, kemi zhvillu. Por edhe po shpresoj që kjo përveç në komunën e Prishtinës, këto mësimi tërditor mu zhvillu në krejt Kosovën, edhe me pas sa ma shumë psikolog, edhe me pas sa ma shumë sociolog, edhe teknologjia po jam për, po mu përdor mënyrën e drejtë dhe mënyrën e dur, mos mi jik qasaj që fëmijët tanë ose fëmijët e anamorejes që shumë arresë. Une, kur vjen koha, ata mos me pas me qenë të ftoft, me qenë të akullt, po mu rujt edhe që ajo tradicionalja pak, ajo ndjesia, ajo komunikimi verbal, ato lodrat, ato gjanat e ndryshme që me qenë me shku paralelisht. A mundemi, këto është pikpyetje shumë e madhe. Nëse mu më ndërlidh këtë pjesën që the, fëmijët e mi, e mendojsha me vete dhe na deri tani kem të diskutu për fëmijët. Edhe krejt kjo po nistika, nëse jemi të e po nis të na. Nëse unë jam tash, dikur do bëhem prind. Unë aktualisht kam varësi shumë nga teknologjia dhe telefoni. I tregojsha edhe gencet më herët që isha në Shqipëri edhe vetëm e hapsha, atje është ndalu aplikacioni TikTok. Edhe vetëm e hapsha aplikacionin, nuk mu hapke. E hapsha, e mshesha, e hapsha. Se shprehi. Edhe i dashurim, po këthet ma bën ma buni pesha që varësi tu ka bo. Tha dhe që është ma e keqa, me njëherë e kompenzove me Instagram Reels. Do me thonë vështë dole aplikacion tjetër. Në fjalla përdorus, ma edhe me gjenë si në diskutime tjera më herët e kemi pasë përdorus përdoret vetëm për narkotik, për drogat edhe për rrjetet sociale. Do përdorues dhe rrjetet sociale, përdorues dhe drogat. Që tregon që varësia është evidente edhe realisht gjitha ato që ka përmbajtja, mos tem kontentis, tash përmbajtja e rrjeteve sociale, ideja është që njerëzit me qenë sa më të varur nga ajo. Unë në periudhën time të studimeve para shumë viteve, kur Instagrami veç që pa të bëbuj, diku 4 muaj para afateve të provimeve i mbyllsha gjitha rrjetet sociale. Javën e parë kam pas shumë sfiduese, gjithmonë. E merra telefonin, kam hy me i kërku ku janë, një javë, do të thonë më ka shku, në njerë dhe më shumë derisa jam stabilizu. Mirë po, kur ka kalu një muaj, zakonisht e kam pas jetën emocionalisht më të mirë, socializimin e kam përmirësu shumë a shumë, njerëzit i kam dasht shumë a shumë. Pse? So nuk e kam ditë nëse motra jam është në pushime. Kur e kam marrë vesh, kam qenë kur kam diskutu me to me telefon. Nuk e kam marrë vesh që një shok ka diçka, po e kam thirrë në telefon. Ose, kur e kam kuptu shumë a vonë, kam shpreh shumë a shumë interes. Edhe njerëz më thonin, po te, a je të jetuse? Unë kam qenë këtu, duke mendu që unë i përcjellin në rrjetet sociale, derisa unë i kam pas mbyllur. Po i diskutojmë fëmijët, edhe kur po e mendoj, kjo let nis te na. Let jetë gjenerata jame e fundit, edhe let jetë gjenerata që vedisohet, ndoshta në këtë aspekt. Se po e vrej, edhe e vrej shumë, kur dalin teren, ose kur takuna me shumë njerëz që është deformim profesional, po m'bjen mu taku edhe po këthejmë ma bunë, ti je shumë ekstravert, shumë ekstravert. Edhe kur ndana me mëndu, thëmë, jo, po flasë normal, po për shkak teknologjisë po krijohet që ajo po buam ma të ndrojtën, ma pak po flasim, po, ndërshta one kom e njësë qatë tjetërën. Të nderuar, cekëm disa herë që është një temë shumë e gjerë, kemi edhe shumë që ka me diskutu, po shpresoj që herave tjera do diskutojmë edhe tema tjera nga më të ndryshmet. Faleminderit shumë për gjithçka që ndodhet sot këtu me ne në studion e fundjavës. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit.